SIT evidentojmë dëhres SIT bojkotojmë produktet serbe e greke, kryer konsumatori kthehet në qytetar me qëndrim. Në një treg të mbushur me mallra nga çdo cep i rajonit, pyetja që poshtrohet gjithnjë e më shpesh nga shumë qytetarë shqiptar është e drejtë për drejtë. Si mund të identifikohen produktet serbe dhe greke në raftet e dyqaneve dhe si mund të bojkotohet blerja e tyre në mënyrë të ndërgjegjshme, pa shumë boshe, por me veprim konkret? Kjo nuk është thjesht çështje preferencë tregtare. Për shumë konsumator është çështje qëndrimi. Është një reagim ekonomik ndaj politikave, historisë, sjelljeve shtetërore dhe narrativave që shpesh janë perceptuar si armiqësore ndaj interesave shqiptare. Dhe pikërisht këtu hyn në lojë fuqia reale e konsumatorit, parat. Sepse në fund bojkoti nuk bëhet me statuse patriotike në rrjetet sociale, por me zgjedhjen e përditshme në ark. Mënyra e parë për të evidentuar këto produkte është leximi i kujdesshëm i etiketës. Çdo produkt i importuar ka të shënuar vendin e origjinës, distributorin ose prodhuesin. Qytetari duhet të shohë me vëmendje shprehje si Made in Serbia, Product of Serbia, Made in Grece apo Product of Grece. Shpesh këto të dhëna janë me shkronja të vogla, të fshehura në pjesën e pasme të ambalazhit, aty ku syri i nxituar nuk ndalet. Por pikërisht aty fshihet informacioni që bën diferencën. Një tjetër mënyrë është kontrolli i barkodit, edhe pse kjo nuk mjafton gjithmonë. Barkodi mund të japë një orientim të parë për vendin ku është regjistruar kompania ose ku është paketuar produkti, por jo domosdoshmërisht tregon origjinën e plotë të mallrave. Prandaj barkodi duhet parë si ndihmë shtesë, jo si provë e vetme. Mbi të gjitha, etiketa mbetet dokumenti i parë që flet. Po aq e rëndësishme është të njihen emrat e markave dhe kompanive që hyjnë rregullisht në tregun shqiptar. Shumë produkte nuk shiten domosdoshmërisht me flamurin e shtetit, mbi to ato hyjnë me marka tregtare, me emra neutral, me paketim modern dhe me marketing agresiv. Kjo do të thotë se konsumatori duhet të jetë më i informuar, më kërkues dhe më pak naiv. Duhet të di se jo çdo produkt i vendosur bukur në raft është automatikisht i padëmshëm nga këndvështrimi i bindjeve të tij qytetare. Por evidentimi është vetëm hapi i parë. Pjesa vendimtare është bojkoti praktik. Bojkoti i vërtet nis kur qytetari vendos të mos e blej produktin, pavarësisht çmimit, reklamës apo komoditetit. Niset kur zgjedh një alternativë shqiptare, apo të Republikës së Kosovës, apo nga vende të tjera që nuk mbartin të njëjtën peshë politike dhe simbolike. Niset kur nuk thotë ç'rëndësi ka vetëm këtë herë, sepse pikërisht kjo herë është mekanizmi me të cilin harrohen parimet. Një formë tjetër efektive është presioni qytetar mbi tregtarët. Nëse një market, supermarket apo rrjet i madh furnizohet në masë me produkte që konsumatorët nuk duan t'i blejnë, qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë më shumë produkte vendase dhe më shumë transparencë për origjinën e mallrave. Kjo mund të bëhet me ankesa zyrtare, me komente publike, me fushata ndërgjegjësimi dhe me kërkesë të qartë, sillni alternativa të tjera. Tregu lëviz atje ku lëvizin parat. Dhe biznesi e kupton shumë më shpejt gjuhën e shitjes sesa gjuhën e zemërimit. Po ashtu, bojkoti bëhet më i fortë kur është i organizuar dhe i informuar. Jo me lista të rreme. Jo me shpifje. Jo me histeri kolektive. Por me verifikim, me publikim faktesh, me fotografi etiketash, me sqarime të sakta për konsumatorin. Sepse një bojkot që mbështetet mbi gënjeshtër rrëzohet shpejt. Ndërsa një bojkot që mbështetet mbi informacion të saktë fiton besueshmëri dhe zgjat. Duhet thënë qartë edhe diçka tjetër, bojkoti nuk është urrëtie ndaj popujve. Është zgjedhje ekonomike dhe qytetare. Është e drejta e konsumatorit për të mos financuar, qoftë edhe simbolikisht, zinxhir prodhimi apo tregtie që ai nuk dëshiron t'i mbështesë. Në një botë ku gjithçka matet me konsum, mosblerja është një formë fjale. Dhe ndonjëherë më e fortë se vetë fjala. Për vite me radhë, shqiptarëve u është kërkuar të harrojnë shpejt, të konsumojnë verbërisht dhe të sillen sikur historia, politika dhe dinjiteti nuk kanë lidhje me raftin e supermarketit. Por kanë. Sepse ekonomia nuk është e shkëputur nga ndërgjegjja. Paraja që del nga xhepi i qytetarit është gjithashtu votë. Dhe çdo votë ekonomike tregon se kë zgjedh të mbështesësh. Prandaj, kush dëshiron t'i bojkotojë produktet serbe dhe greke, fillimisht duhet të mësojë t'i njohë, të lexojë, të verifikojë, të mos mashtrohet nga ambalazhi, të kërkojë alternativë, të nxjisë edhe të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Jo me britma, por me disiplinë. Jo me mlef bosh, por me vetdije. Sepse konsumatori i painformuar është thjesht blerës. Ndërsa konsumatori i ndërgjegjshëm është qytetar që mbron bindjen e vet edhe përmes shportës së përditshme.